Qytetarët tregtar u mblodhen edhe këtë të hënë për blerje dhe furnizim të produkteve të ndryshme në tregun e madh në qytet. Disa nga konsumatorët që takuam sot shprehin mendime nga më të ndryshmet lidhur me çmimet e produkteve të ekspozuara në treg, duke vlerësuar ato bazuar në kushtet aktuale të jetesës. Njëri prej tyre vlerëson se çmimet janë të arsyeshme duke marrë parasysh kushtet ekonomike në të cilat po jetojmë. Pazari është si zakonisht i rregullt, është rregull, ka krejt në rregull, po çmimet nuk janë se ka përpara, pak më të shtrejta, po ja vlen, nuk ka keq. Arsyeja është tash edhe në çfarë kushti jemi, nuk ka keq, nuk ka keq. Të mbartë edhe pi njerëzve çfarë situate janë, çfarë gjendje ekonomike. Mirë po, unë shoh normal, çmimet janë normal dhe ja vlen. Por njëjtë nuk mendojnë disa të tjerë, të cilët shprehen se çmimet janë të larta dhe se po e kanë të vështirë t'i përballojnë blerjet e përditshme. Unë vi prej Tropoje. Vi shpesh vim në treg Gjakov. Çmimet janë bajagisht trajta, po s'ka më lirë, s'ka më shtetë lamë. Nga ana tjetër, edhe tregtarët shprehin shqetësimin e tyre për situatën në treg, duke theksuar se kjo gjendje po ndikon negativisht edhe në punën e tyre. Blerja është, me thonë zero, është shumë keq, po minus zero. Ka ra dikun -5 blerja. Është trishtim, atë merë, atë perë, që nuk ka shitje fare. Interesimi janë shumë i vogël. Ata që kanë ble dhe për ata që është dasht me bleje, kanë shku në mërgat, kanë shku dhe po i thrasin gërnosat e mjeret, se ata se në gërnosat po janë bitë tanë. Edhe s'ka kush hanë, s'ka për kanë me bleje, një plak dhe plak. Pavarësisht çmimeve, blerësit vazhdojnë të jenë të pranishëm në treg.